Soliti, 24 ditën më parë keni qenë një nga protagonistët e titullit të fundit kampion të Vllaznisë. A mund të na kujtosh, si kanë qenë ato ditët e fundit apo nata e fundit përpara ndeshjes me Shkumbinin që i solli Vllaznisë titullin? Po, mund të them Gjergj është një emocion i veçantë, jo vetëm nata e fundit, por komplet periudha, mund të them po vite fundit sezonit që na po luftoshim për jetë vdekje për dalë kampion, është një përgjegjësi e madhe dhe një emocion shumë i madh për atë kohë, sepse jo vetëm që ishte presioni, ishte privilegj, do të thosha, për me dalë kampion, por ishte kënaqësia që të daluna kampion dhe motivimi që na kishim për të justifikuar dhe për të dhënë një kënaqësi qytetit tonë, edhe kënaqësisë shpirtërore që njën vetë, emocionale të vetë si futbolist. Pra shkurt, dalja kampion është kurorëzimi i një pune shumë vjeçare, do të thosha, dhe një emocion i veçantë dhe i papërshkrueshëm dhe vetë pjaca e jonë ka ndryshuar shumë gjëra, ka ndryshuar me daljen e vetë si individ kampion. Ju keni dalë kampion, por shumica futbollistëve aktual Vllaznisë nuk e kanë provuar këtë ndjesi. Është bukur të jesh më i miri i Shqipërisë dhe sa ndikon në jetën e mëvonshme të një sportisti. Unë mendoj që jo vetëm që është mërësi, por është privilegj, siç e thash edhe më sipër, është mundje dhe sakrifica. Besoj që Vllaznia i ka elementet e duhura, sepse ka balën që ka një eksperiencë të jashtëzakonshme me ekipin kombëtar. Besoj do jetë flamuri kryesor i Vllaznisë, pa përjashtu edhe Krymi, Gurishtin e kështu me radhë gjithë futbollistët, Malen apo Gruden apo çdo individ që do të veshi fanelen e Vllaznisë në atë finale. Mendoj që duhet t'i japin edhe 110% për të kurorëzuar dhe për t'i pruar atë kënaqësi dhe atë privilegj që ta jep titulli kampion. Shumë atmosferë gjatë këtyre ditëve në Shkodër, por në fakt ke një porosi, duhet ta lërëm skuadrën të qetë, larg zhurmës, larg festimeve të parakoshme? Gjergji, tifozi është tifoz, mjetet tifoz, kur ti hin fush, mos e çdo gjë është në dorën tënde. Besoj që skuadra duhet përgatitet mirë dhe besoj që i ka edhe në staf, ka njerëzit e duhur, si Nani, Osmani, apo trajneri që kemi, besoj që kanë eksperiencën e duhur që do dinë, apo presidentat, stafi drejtues do dinë me motivu skuadrën dhe skuadrën me lanë qetë dhe të bëjnë më të mirën në finale në atë 90 minutë apo 120 minutë si që mund të shkojnë ndeshja. 24 vite pritje. I ka ardhur fundi kësaj pritje të gjatë? Gjergji, besoj dhe mendoj që i ka ardhur fundi, pavarësisht se kur isha në rolin e administratorit, atë vit që dolëm në kampion, besoj që kena kanë shumë afër. Mendoj që tash është momenti i duhur, sepse edhe skuadra ka pas vazhdimsi të mirë dhe nuk besoj që ka më shumë Egnatia se sa Vllaznia për me dhanë apo dëshirën që ka Vllaznia për me dalë kampion, për me rikthyer një kënaqësi, siç e thash edhe më sipër, ta shohim edhe herë. Unë kam shumë emocione edhe kur sepse më kujtojnë ata momentet kur njerëzit na morshin krahë gjana, besoj që është privilegj dhe e meriton Shkodra këtë vit për me dalë kampion. Po futbollistët aktual Vllaznisë e kanë këtë shans që të ngrihen në krahët e tifozëve në mbrëmjen e hënës? Po besoj do ngrejmë edhe autobusin, Gjergji, vetëm të na japin këtë kënaqësi edhe jam shumë optimist që do jetë viti jonë, viti Vllaznisë. Faleminderit. Faleminderit juve.